Përshëndetje, mirë se erdhe në një tjetër sugjerim nga Wendy. Sot do të flasim për një produkt të Momcozit, i cili quhet Momcozy Wrap Carrier. Vjen me instruksionet që të mësoni si ta lidhni nëse nuk do ta kuptoni nga videoja ime. Unë kam marrë këtë produktin me ngjyrë të zezë dhe kishte kohë që e kisha porositur dhe që mezi e prisja. Është shumë i thjeshtë për të veshur dhe do t'ja u tregoj unë në këtë video se si, shpresoj që ta kuptoni. Pjesën e shpatullave këtu e hedhim mbrapa dhe zgjatuesin e shallit do ta kryqëzojmë një herë para dhe pastaj këto zgjatueset që ngelen do t'i fusim tek unazat komplet një herë nga fillimi në fund dhe pastaj do ta kthejmë ta fusim tek unaza parësore, po e them, që të krijojmë këtë lidhje dhe të shtrëngohet. Të njëjtën gjë bëjmë edhe nga ana tjetër dhe është shumë e thjeshtë vërtet për të lidhur, edhe për të zgjidhur ose edhe për të shtrënguar dhe për të liruar. Unë tani më duhet vetëm të shkoj të marr kianin edhe ta paketoj këtu brenda. Pjesa e dytë është ky shalli që lidhet këtu tek barku, kryqëzohet mbrapa edhe bëhet një kot këpara në mënyrë që ti ofrojmë babyt suportin sa më të mirë të kokës edhe ti kemi pasaj duart e lira. Shkojmë të marrim kianin sepse unë jam gati. Ja ku e kam lidhur këtu me veshjen dhe siç ju thash mund ta shtrëngosh dhe mund ta lirosh shumë thjesht me anë të dy lëvizjeve të thjeshta. Unë e kam liruar që ta fus njërbirin mirë pa probleme dhe pastaj në fund e shtrëngoj. Dhe që shikoni, këmbkat e baby do t'i futim te ky kryqi që kemi krijuar dhe do ta hapim komplet pjesën e shallit që t'ja zej gjithë trupin. Mund ta hapni edhe tek shpatullat tuaja pasaj për suport më të mirë, por unë në shtëpi do rija, kështu që më mjaftonte kjo hapja këtu. Pasi e kemi futur tek kryqi dhe i kemi hapur shallin, do vendosim këtë shallin e drejtë dhe do ta lidhim para, do t'i suportojmë kokën baby dhe pastaj i kemi duart super të lira për të bërë ndonjë punë, për të gatuar, për të pirë vitaminat tuaja siç po pi unë tani. Ndërkohë që baby ri aty edhe shijon rajet e zemrës të mamit. Kam edhe një kod ulje WENGY20 për 20%. Unë personalisht ja u sugjeroj shumë mamave, sidomos në këtë periudhën super të bukur të fillimit. Ciao!